Renditja e shenjave më me fat horoskopit gjatë muajit prill, vetëm këtyre shenjave do t'ju buzëqesh fati. Astrologjikisht, prilli është një nga muajt që shënon fillimet e reja, jo vetëm që do të lëm pas sezonin e eklipsit, por Mërkuri dhe Afërdita në prapavit do të largohen. Parashikohet se prilli do të shënoj fundin e një transformimi 6 muajor që fillon në tetor 2024. Patjetër, ky muaj s'do të jetë njësoj për të gjithë, pasi vetëm disa nga shenjat do të buzëqesh fati. Renditja e shenjave më me fat për këtë muaj është: Demi, ju jeni shenja më me fat e zodiakut këtë muaj Dem. 5 forca planetare bashkohen për t'ju sjellë fat në prill, kryesisht në karrierë. Shijojeni. Binjakët, ndërsa hyni në muajin prill, merrni një moment për të ndjerë energjinë që sjell, pasi do të jetë muaj parë ku shfaqet një ndjenjë e re qartësie. Kjo qartësi mund të vijë në formën e një vizioni të ri karriere. Shigjetari, ky muaj duket si një diplomim i dashur shigjetar. Neptuni, planeti i frymëzimit dhe konfuzionit, më në fund do të largohet nga sektori i shtëpisë tuaj pasi keni nxjerrë mësimet e duhura. Luani, reflektoni mbi atë që ndodh në jetën tuaj midis 6 dhjetorit dhe 5 janarit, kur Marsi ishte në prapavi. Në 17 prill, Marsi hyn në shenjën tuaj, gjë që mund të sjellë zgjidhjen e disa situatave. Dashi, ka të ngjarë të përjetoni një fillim të ri, pasi planeti i lajmëtar Mërkuri rihyn në shenjën tuaj në 15 prill. Prilli është koha e përsosur për të krijuar një vizion ku të manifestoni dëshirat tuaja. Akrepi, duke filluar që tani do të ndiheni më të gjallë dhe të gatshëm për të trajtuar idetë dhe projektet tuaja. Marsi do të kthejë vëmendjen drejt qëllimeve të karrierës, ndaj sigurohuni që ta shfrytëzoni sa më mirë këtë tranzit. Peshqit, Marsi solli shumë ndryshime për ju, një marrëdhënie pune ose marrëveshje e re mund të bëhet realitet, sidomos nëse e keni përjetuar pengesa gjatë Marsit. Jini të vëmendshëm. Ujori, jeta juaj ka ndryshuar mjaft dramatikisht që kur Plutoni hyri në shenjën e Ujorit në fund të vitit 2024, ndërsa presioni për t'u shndruar në versionin tuaj më të mirë ka qenë intensiv. Ky muaj ju jep disiplinën dhe qëndrueshmërinë për të bërë ndryshime të mëdha. Gaforia, prilli është muaji që keni pritur, pasi më në fund e ridrejton Marsin larg shenjës suaj. Duke filluar nga mesi prilli, disa nga përvojat e vështira nga muajt e kaluar do të fillojnë të zbehen. Peshorja, nëse keni përjetuar shumë ulje ngritje në karrierë, peshore, gjërat fillojnë të normalizohen këtë muaj. Megjithatë, duhet të gjeni ekuilibrin mes punës dhe jetës personale. Virgjëresha, me siguri do të ndiheni më nostalgjik se zakonisht të muaj. Ky muaj e vëtheksi në anën intime, duke sjell nevojën për të kaluar më shumë kohë vetëm me një person të veçantë në jetën tuaj. Bricjapi, mirë që je i aftë të përveshësh mëngët bricjap. Në prill do të jetë një muaj shumë i ngarkuar. Nga tani deri në 30 prill do të duhet që t'i kushtoni kohë punës dhe takimeve profesionale.